Me fillimin e sezonit të ushqirave fillon dhe frika e familjeve, banesat e cilave dimrin e kaluar u përmbytën nga dalja e lumit Gjanic nga shtrati. Të pyetur nëse kanë shpresë gjatë këtij viti do të bëhet realitet projekti për riabilitimin e lumit Gjanic, ato përgjigjen. Dimri që kaloi, u dhanë gjithë ato premtime, asnjë gjë u bë. Edhe si vjet dimri filloi shirat, filluam me të parë ne prapë përmbytemi na ujë të shiut me fjalë, pa le të dali Gjanica. Asnjë pretime të kota. A keni besim se do rehabilitohet këtë vit Gjanica, do nisi projekti? Moj po thanë ata po do bëhet apo jo. Do realizohet se këta thonë që bankat janë bosh. Me çfarë buxheti do t'i bëj? Kush do t'i bëj? Nuk keni besim, do më thënë? Kemi besim fare. Mendoni se edhe këtë vit do të gjeni të njëjtën gjë? Se shirat, edhe Gjanica do jetë prapë brenda. Kush do vesh ta ankohesh? Ai do ata sapin derën. Ne jemi mbytur këtu 7 herë atë vit. Ja vjet. Këtë vit keni besim se do bëhet diçka? Ku? Nuk e di. Nuk e di. Nuk mos më prit mendja. Ku do bëhen ato? E shikon ti si është bërë aty? E di çfarë them unë. Inshallah se nuk e lën ata që kanë bërë ato barishtet, ato shkeklet që mos e nuk e lën të vi ujë këteja. Pa nuk më merr mendja, se ti është bërë do ishte bërë. Do ishte bërë. Çfarë do bëhet? Hajde brenda tek. Unë jam sot në ujë, shikoj. Sot jam në ujë. Tër beharin se ish behar, unë pikon në shtëpinë mia ujë. Ndërkohë qytetarët theksojnë se edhe pse gjatë vitit kaluar banesat e tyre u përfshin 7 herë nga përmbytjet që shkaktonte lumi Gjanic, ata asnjëherë nuk u dëm shpërblyen për dëmet materiale të shkaktuara nga përmbytjet.